prej tyre. Shejtana po do të thonë. Janë gjinde, jo shejtan, jo. Janë gjinde, zotëri, gjinde. E zgjenjet. Gjinde t'i kenë Kur'an. A beson në ordën e dëgjallit e kështu që të flitet që do derdhet shumë gjak për me ordë dëgjallit e kështu? A beson? Po, patjetër. Patjetër që do vi. A mendon që ose antikristi ose 666. Patjetër. Po a beson që antikristi është në tokë dikun e lidhur me një ishull me zinxhire? Jo. Ato s'ka, harroj ato. Po si do të vi antikristi? Shikosh një të kiametit. Do të them diçka, se më futen në një temë tani që ne duhet rrim tërë natën edhe nuk mbaroj. Ja, shkurt po. Sinjet e para të kiametit zotëri janë që do thahen ujrat. Kemi një lumë në fshat ne që shkon te Urekardiqi në Gjirokastra, ai dikur ka qenë lumë që se kaloi dot më këm, që e pamundur. Tani është një vijë që për të vaditur 5 dylim tokë. Aq që ka ta ndisur. Kur jam rritur në fshatin tim mbi 2 metra e gjysmë dëbor, dhe hapnim rrugën si llogore për të vajtur në shkollë. Mos ka burr, po. Tani s'ka më borë. Tjetra. Thot do thahen ujrat, do ketë thatësira, do ketë tërmete, do ketë, janë shenjat e vogla këto, do të shturet shoqëria, dhe në qoftë se ka njohuri Musaj për Sodomën dhe Gomorën, duhet ta dish që janë reale, shën luti ose loti që i thonë të krishterët. Sodoma dhe Gomora janë reale sadri. Dhe e keni të shkruar në Kur'an, thot, ne thot, popujt e pabindur para Zotit i kemi dënuar, thot, dhe i kemi zhdukur duke i ekzekutuar me balt të pjekur. Kush ishte balta e pjekur? Janë meteorët të bjerë nga qielli. Dhe lexojeni historinë e Lutit dhe do ta shikoni që ishte saktësisht ashtu. Dhe atje ku ka qenë Sodoma dhe Gomora është deti i vdekur, sot i vithisi 2 qytetet. U thot dhe u zbulua kisha e shën Lotit ose Lutit, në vitin 2002 e dhanë grekët është zbuluar në Jordani me ikona me të tëra shumë e saktë, duke legjend e pabesueshme. Është reale dhe është e vërtetë. Po antikrishti si do vi, si mos te? Dëgjoj, antikrishtin po ta lër Zoti i Madh do vi, po se laj nuk do vi. Ja sepse kam besimun. Ja pse kam besim. Kam besim për arsye se njeriu është krijesë e Zotit. Dhe Zoti nuk është i paftë që 100% një antikrist ose një fllëqësi Zoti është formulë absolute. Po ku beson që është antikrishti tani për momentin? Askush nuk e di. Kur të dalë do dalë. Se flitet që se thuhet që do lind dhe do dalë në publik në moshën 33 vjeç. Kështu thuhet. Të paktën ortodoksët në Greqi kështu thoshin. Nuk e di sa është e vërtetë. Jonë shqiptarë, na kanë ngosht. Na kanë vjedhur historinë, atë do më duash po. Histori. Unë e di kur vjen Kiameti. Unë e di. Të tërë udhëheqjet e revolucionit grek, Bubulina, Karaiskaqi, Miauli, Kolokotroni, që të gjithë janë shqiptarë. Pa përjashtim, janë sullo. Për fond, Bumbus, se jemi në minutat fundit. Pse mendon që e kanë vrarë Kastrat Miftaraj? Pse nuk mendon që është vetë vrarë? Foli shumë. Nuk është për të bërë. E kanë vrarë. Po foli shumë. Kush e ka vrarë? Nuk e di. Foli shumë. Pse thu shpesh herë shkon i merrën në pyetje nonën e tij? Se nëna e tij tha ma kanë vrarë djalin tha. Po nga kush? Nuk e di. Ti mos më pyet më se jam prokurori asetusi. Po dhe pa, ai thonë që është hidhur prej banesës. Jo zotëri. E jema nuk thashu. Dhe si gazetar që je, i ke të tëra mundësi të shkosh ti bësh një intervistë asaj nënës së Kastrat Miftar. Në Tiranë jeton. Shko takoj dhe thuaj si ishte vërteta, do ta mësosh të vërtetën prej saj. Të vërtetën do të thënë dyshime çka ajo. A më ndihmon për kontakt soi? Unë nuk e njoh se nuk e di as pinës këtu, vetëm që kam lexuar në media. Deklaratat e saj. Këto i kam dëgjuar dhe është e vërtetë. Pse foli shumë rreth fejes apo rreth politikës? Ndiqi çfarë ka thënë Kastrat Miftaraj. E kom ndjek pak a shumë, e ka postë jo. Si ke ndjekur, jo. Moska një emision. Kastrat Miftar, ajo që thotë ju flet Moska. Gavarit Moskva. Që thot emisionin. Meri shikoj, ai akuzon Erion Velin që thotë djali Ahmedinexhadit, e akuzon dhe thotë që djali të tij ja ka vënë emrin Kain, nuk e di si çfarë emri kishte vënë djali i tij, emër pseudonim që kishte Ahmedinexhadi gjatë vitit 77-78 që ka qenë në Shqipëri, në Tiranë. Ka thënë shumë gjëra, më qaftë ti, ai e mori të vërtetën me vete. Ka qenë edhe antifetar i madh, ç'u diun. Ishte antimusliman. Po. Ishte shumë antimusliman. Dhe shante Kuranin, tani kush merret që shan fen, cilën do fe që shan, e merr përgjigjen
siç duhet. Faleminderit shumë që ishit. Avokat, nga nderu shumë, faleminderit shumë. Respekti shumë. Edhe unë Faleminderit shumë. faleminderit për ftesën. Faleminderit. Faleminderit për ti. Deshta me thonë mirë ajo grusit ka burr ty. Se mos u dëgjon. Natën e mirë, ka qenë për sonte. Sa drejtë. Shim jo tjera. Faleminderit Qoftë shumë. mirë. Faleminderit. Faleminderit.